Me sa duket Gjesti dhe Olsi Bylyku kanë gjetur një miqësi të përbashkët, ku së fundmi i kanë bërë follow njëri tjetrit në Instagram. Ky zhvillim ka tërhequr vëmendjen e publikut, veçanërisht pas viteve të fundit, kur marrëdhëniet e artistëve shpesh janë subjekti i zënkave dhe skandaleve. Gjesti dhe Olsi tani janë bërë shok në rrjetet e tyre sociale dhe duket se asgjë nuk ka ndikuar që të kenë një marrëdhënie të shëndetshme, edhe pse gjatë qëndrimit të tij në Big Brother Gjesti asnjëherë nuk ka përmendur se ka diçka me Olsin. Me dëshirën për të eksploruar mundësi të reja, është e rëndësishme të pranojmë që kjo miqësi mund të sjellë një rrjet të re të njoftimeve dhe përvojave për ndjekësit e tyre. E gjithë kjo është një mundësi që të dy artistët të rinovojnë jo vetëm marrëdhëniet e tyre, por edhe për të ofruar përmbajtje inovative në tregun muzikor. Fansët tani presin me padurim të shikojnë se çfarë do të sjellin këta dy artistë të talentuar së bashku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.